Zëri nuk është ajër që lëkundet. Është energji e pastër, e shndërruar në val, e burgosur në lëvizje, dhe kur energjia bëhet aq e dendur sa hapësira nuk mund ta mbajë më, ajo pushon së qeni zë. Bëhet diçka tjetër. Diçka që shkenca e quan singularitet gravitacional. Një vrim e zezë. Imagjinoni një moment kur një valë zanore, ajo që ju lejon të dëgjoni këto fjalë tani, mblidhet aq shumë energji sa vetë struktura e universit thyet në mpeshën e saj. Kjo nuk është fantazi shkencë. Është kufiri absolut i realitetit fizik, 1100 decibel. Pas këtij pragu, zëri nuk mund të ekzistojë më si zë. Ai kolapson në vetvete, duke krijuar një fushë gravitacionale aq të fortë sa as drita nuk mund t'i shpëtojë. Por si mund një valë zanore, diçka aq e zakonshme sa e dëgjojmë çdo sekond, të shndërrohet në fenomenin më ekstrem të universit? Çfarë ndodh me ligjet e fizikës kur energjia e zërit kalon çdo kufi të imagjinueshëm? Dhe pse ekziston ky prag? Pse pikërisht 1100 decibel dhe jo më shumë? Përgjigja fshihet në vetë natyrën e energjisë, hapësirës dhe kohës. Çdo zë që keni dëgjuar ndonjëherë, nga përshpërima e erës deri te ulërima e një motori reaktiv, është thjesht ajër që lëkundet. Molekulat e ajrit godasin njëra tjetrën si topa biljardi, duke transmetuar energji përmes hapësirës. Por kjo energji nuk është e pafundme. Ajo kufizohet nga vetë natyra e materies. Kur shtypja e një vale zanore rritet, molekulat e ajrit fillojnë të lëvizin më shpejt, më dhunshëm. Në 120 decibel, niveli i një motori reaktiv në distancë prej disa metrash, dhimbja fizike fillon. Në 160 decibel, membrana e veshit shpërthen. Por këto janë vetëm fillimi. Në 200 decibel, valët zanore nuk janë më thjesht lëkundje, ato bëhen valë goditëse, duke krijuar zona ku presioni i ajrit ndryshon aq shpejt sa materia fillon të sillet si lëng. Në 310 decibel, fuqia e shpërthimit të vulkanit Krakatau në vitin 1883, valët zanore udhëtuan rreth tokës 7 herë, duke thyer xhama dritaresh në distancë prej qindra kilometrash. Çdo herë që flisni, ju krijoni një univers të vogël valësh. Çdo fjalë që shqiptoni është një shpërthim i kontrolluar energjie. Kordat tuaja zanore dridhen me frekuenca të ndryshme, duke krijuar modele komplekse që truri i dikujt tjetër i deshifron si kuptim. Por çfarë ndodh kur shkojmë më larg? Kur energjia e zërit rritet përtej çdo eksperience njerëzore? Këtu fillon territori i panjohur, ku fizika e zakonshme pushon së funksionuari dhe hyn në lojë ligjet e relativitetit. Sepse zëri, në thelb, është energji. Dhe energjia, sipas ekuacionit më të famshëm të Einsteinit, energjia është e barabartë me masën e shumëzuar me shpejtësinë e dritës në katror, mund të shndërrohet në masë. Ose, në raste ekstreme, në diçka edhe më të çuditshme, në hapësirë kohë të shtrembëruar. Kur një valë zanore arrin 1100 decibel, densitësia e energjisë së saj bëhet aq e madhe sa hapësira rreth saj fillon të përkulet. Jo metaforikisht. Fjalë për fjalë. Gjeometria e universit ndryshon. Dhe në atë moment, zëri pushon së qeni zë, ai bëhet një singularitet, një pikë ku të gjitha ligjet e njohura të fizikës thyen. Imagjinoni një copë letre të shtrirë përpara jush. Tani imagjinoni që vendosni një top çeliku në qendër të saj, letra përkulet duke krijuar një gropë. Sa më i rënd topi, aq më e thellë gropa. Tani imagjinoni një top aq të rënd sa letra vetë griset, duke krijuar një vrim që gëlltit gjithçka përreth. Kjo është ajo që ndodh me hapësirën kur energjia e zërit arrin 1100 decibel. Universi vetë nuk mund ta përballojë më. Njerëzit e lashtë e dinin se zëri kishte fuqi. Në mitologjitë e lashta, zërat e perëndive mund të shkatëronin male dhe të çanin detet. Por ata nuk e dinin se sa afër ishin me të vërtetën. Në shekullin e 17, kur shkencëtarët filluan të studiojnë natyrën e zërit, ata zbuluan diçka të habitshme. Zëri nuk ishte magjik, por mekanik. Ishte thjesht ajër që lëkundej. Galileo Galilei, i burgosur në shtëpinë e tij nga Inkvizicioni, kaloi orë të tëra duke vëzhguar si një pendul lëkundej përpara e mbrapa. Ai kuptoi se frekuenca e lëkundjes përcaktonte lartësinë e zërit. Sa më shpejt lëkundej penduli, aq më i lartë ishte tingulli. Ishte një zbulim revolucionar, zëri mund të matej, të parashikohej, të kuptohej. Galileo ishte një njeri i moshuar atëherë, me sy që po humbisnin dritën, por mendja e tij ishte më e mprehtë se kurrë.
Ai shkruante me letra të mëdha, duke I diktuar mendimet e tij vajzës së tij, Maria Celeste, një murgesh që jetonte në një manastir afër. Në ato letra, ai përshkruante se si universi ishte shkruar në gjuhën e matematikës. Dhe zëri, ky fenomen aq njerëzor, aq intim, ishte gjithashtu një ekuacion. Por matja e fuqisë së zërit erdhi shumë më vonë. Në fillim të shekullit të 20, inxhinierët që punonin me telefonat dhe radiot kishin nevojë për një mënyrë për të krahasuar intensitetin e zërave të ndryshëm. Ata krijuan shkallën e decibelit, një shkallë logaritmike ku çdo rritje prej 10 decibelëve do të thotë 10 fish më shumë energji. Kjo do të thotë se një zë prej 30 decibelësh, një pëshpërim e qetë, është 10 herë më I dobët se një bisedë normale prej 40 decibelësh. Dhe një koncert rock prej 110 decibelësh është 10 milion herë më I fuqishëm se ajo pëshpërim. Shkalla rritet eksponencialisht duke u bërë shpejt e pakonceptueshme për mendjen njerëzore. Kur hapni derën e shtëpisë tuaj në mëngjes, zëri I shtrëngatës është rreth 80 decibel. Kur një makinë kalon në rrugë, rreth 70. Kur fëmijët tuaj bërtasin në obor, rreth 90. Këto janë numrat që përcaktojnë jetën tonë të përditshme. Por ato janë vetëm pëshpërima në shkallën e vërtetë të zërit. Pastaj erdhi Krakatau. Në ditën e 26 të gushtit të vitit 1883, një ishull vulkanik në Indonezi shpërtheu me një forcë që nuk ishte dëgjuar kurrë më parë në historinë e regjistruar. Shpërthimi ishte aq I fuqishëm sa u dëgjua në Australi, në një distancë prej më shumë se 3800 kilometrash. Njerëzit në ishujt përreth raportuan se tingujt ishin aq të fortë sa ata mendonin se ishte fundi I botës. Kapiteni një anije britanike që lundëronte në detin e Javanit, shkroi në ditarin e tij, zëri ishte aq I tmerrshëm sa ekuipazhi mendoi se anija po shpërthente. Disa detar u gjunjëzuan dhe filluan të luten. Unë vetë nuk isha I sigurt nëse ishim ende të gjallë apo në ferr. Valët zanore udhëtuan rreth planetit 7 herë, duke u regjistruar nga barometrat në të gjithë botën. Shkencëtarët më vonë llogaritën se shpërthimi arriti 310 decibel, një nivel aq I lartë sa koncepti I dëgjimit nuk kishte më kuptim. Në atë nivel, zëri nuk është më diçka që dëgjohet. Është një forcë fizike që shkatëron. Njerëzit në një distancë prej 60 kilometrash humbën dëgjimin përgjithmonë. Disa raportuan se ndjeheshin sikur kokën e tyre po e shpërthente nga brenda. Të tjerë thanë se nuk dëgjuan asgjë, vetëm një heshtje e çuditshme, e ndjekur nga një dhimbje e tmerrshme. Por edhe Krakatau ishte vetëm një pëshpërim krahasuar me atë që është teorikisht e mundur. Sepse shkalla e decibelit nuk ka kufi të sipërm natyror, ose kështu mendoi. Çdo rritje prej 10 decibelësh do të thotë 10 fish më shumë energji. 320 decibel do të ishin 10 herë më të fuqishëm se Krakatau. 330, 100 herë. 400, 1 milion herë. Dhe kështu me radhë, duke u ngjitur në një shkallë që duket e pafundme. Por universi ka një fjalë për të thënë në këtë çështje. Sepse në një pikë të caktuar, energjia e zërit bëhet aq e madhe sa vetë hapësira nuk mund ta përballojë më. Për të kuptuar pse ekziston një kufi absolut për zërin, duhet të kuptojmë se çfarë është në të vërtetë energjia. Çdo herë që flisni, energjia kimike në muskujt tuaj shndërrohet në lëvizje mekanike. Kordat tuaja zanore dridhen duke shtyr ajrin përpara. Ky ajër godet molekulat e tjera duke krijuar një valë që përhapet përmes hapësirës. Kjo valë është energji në lëvizje, energji që transportohet nga një vend në tjetrin pa lëvizur vetë materia në distanca të mëdha. Molekulat e ajrit thjesht lëkunden përpara e mbrapa, duke kaluar energjinë si një varg njerëzish që kalojnë një top përgjatë një rreshti. Kur hedhni një gur në një pellg uji, valët që krijohen nuk bartin ujin nga qendra në breg. Uji vetëm lëkundet lart e poshtë. Por energjia udhëton nga pika kur aguri deri në bregun e largët. E njëjta gjë ndodh me zërin. Ajri nuk udhëton nga goja juaj deri te veshi I dikujt tjetër. Vetëm energjia udhëton duke kaluar nga molekul në molekul. Por çfarë ndodh kur kjo energji bëhet ekstreme? Imagjinoni një valë zanore aq të fuqishme sa molekulat e ajrit fillojnë të lëvizin me shpejtësi afër shpejtësisë së dritës. Në këtë pikë, diçka e çuditshme ndodh. Sipas teorisë së relativitetit të kufizuar të Einsteinit, asgjë që ka masë nuk mund të arrijë shpejtësinë e dritës, sepse sa më shpejt lëviz diçka, aq më shumë energji nevojitet për ta përshpejtuar edhe më tej.
Në shpejtësi afër dritës, masa efektive e një objekti rritet deri në pafundësi. Kjo do të thotë se për të shtyrë një molekul ajri edhe më shpejt, do të nevojitej energji e pafundme. Dhe këtu fillon problemi. Kur një valë zanore bart aq shumë energji sa molekulat e ajrit fillojnë të afrohen me shpejtësinë e dritës, energjia e valës nuk mund të shpërndahet më në hapësirë. Ajo fillon të grumbullohet, të kondensohet, të bëhet gjithnjë e më e dendur. Dhe dendësia e energjisë ka një pasojë të çuditshme në univers, ajo përkul hapësirën kohë. Kjo nuk është një metaforë. Sipas teorisë së relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit, energjia dhe masa janë të njëjta gjëra, dhe të dyja përkulin gjeometrinë e universit. Imagjinoni një rrjet elastike të shtrirë horizontalisht. Kur vendosni një top bolulingi në qendër, rrjeta përkulet duke krijuar një gropë. Nëse vendosni një top më të rënd, gropa bëhet më e thellë. Tani imagjinoni që vendosni diçka aq të rënd sa rrjeta vetë griset, krijohet një vrim që gëlltit gjithçka përreth. Kjo është ajo që ndodh me hapësirën kur energjia bëhet ekstreme. Dhe këtu vjen momenti kritik. Kur dendësia e energjisë arrin një nivel të caktuar, një nivel që korespondon me rreth 1100 decibel për një valë zanore, përkulshmëria e hapësirës kohë bëhet aq e madhe sa ajo kollapson në vetvete. Krijohet një horizont ngjarjesh, një kufi përtej të cilit asgjë, as drita, nuk mund të shpëtojë. Në atë moment, zëri pushon së qeni zë. Ai bëhet një vrim e zezë. Një singularitet gravitacional. Një pikë ku të gjitha ligjet e fizikës që njohim thyen dhe realiteti vetë pushon së ekzistuari në formën që e njohim. Kjo nuk është thjesht një kuriozitet teorik. Është një kufi fundamental i natyrës. Universi ka një mënyrë për të thënë jo më larg. Dhe ky kufi nuk vlen vetëm për zërin. Ai vlen për çdo formë energjie që përpiqet të grumbullohet në një hapësirë të vogël. Kur energjia bëhet aq e dendur sa hapësira nuk mund ta mbajë më, realiteti vetë ndryshon. Dhe në atë pikë, pyetjet tona ndryshojnë. Nuk pyesim më sa i fortë mund të jetë një zë, por çfarë ndodh kur energjia bëhet aq e madhe sa universi vetë duhet të transformohet për ta përmbajtur? Çdo herë që dëgjoni një këngë në radio, ju jeni dëshmitar të një mrekullie. Valët elektromagnetike udhëtojnë përmes ajrit, godasin antenën, shndërrohen në sinjale elektrike, pastaj në lëvizje mekanike të një altoparlanti dhe më në fund në valë zanore që arrin në veshët tuaj. Çdo hap i këtij procesi është një transformim energjie. Dhe çdo transformim respekton të njëjtat ligje që qeverisin formimin e vrimave të zeza. Çdo herë që dëgjoni një zë, një këngë, një britme, një pëshpërim, ju jeni dëshmitar të një mrekullie të vogël. Energjia udhëton përmes ajrit duke mbërritur në veshët tuaj, duke u shndërruar në impuls nervor, duke u bërë mendim. Por ajo energji, aq e vogël dhe e pafuqishme sa duket, është e së njëjtës natyrë me energjinë që mund të shkatërrojë hapësirën vetë. Ndryshimi është vetëm në shkallë. Dhe shkalla, në univers, është gjithçka. Sepse universi nuk njeh dallimin midis të voglit dhe të madh, midis të dobëtit dhe të fuqishmit. Ai njeh vetëm ligje që vlen njësoj për një pëshpërim dhe për një shpërthim që krijon vrim të zezë. Zëri nuk është ajër që lëkundet. Është energji. Dhe energjia, kur mblidhet mjaftueshëm, bëhet diçka më shumë se vetja e saj. Bëhet forcë që transformon realitetin. Bëhet kufi ku universi thot, deri këtu dhe jo më tej. Por çfarë ndodh me vetë natyrën e zërit kur energjia e tij afrohet me këtë prag fatal? Për të kuptuar këtë, duhet të zhytemi në mekanikën e asaj që quajmë valë zanore dhe të zbulojmë se ajo nuk është aq e thjeshtë sa duket. Imagjinoni një rreshtë njerëzish që qëndrojnë krah për krah në një stadium. Personi i parë shtyn personin pranë tij. Ai shtyn të tretën. E treta të katërtën. Dhe kështu me radhë, derisa lëvizja përhapet përgjatë gjithë rreshtit. Asnjë person nuk ka lëvizur shumë nga vendi i tij, por energjia e shtytjes ka udhëtuar nga njëri skaj i stadiumit në tjetrin. Kjo është saktësisht ajo që ndodh kur flisni. Molekulat e ajrit shtyjnë njëra tjetrën, duke krijuar një valë presioni që udhëton përmes hapësirës. Por sa më e fortë të jetë shtytja fillestare, aq më e dhunshme bëhet lëvizja e molekulave. Në nivele normale, një bisedë, një këngë, madje edhe një britme, molekulat lëkunden butësisht përpara e mbrapa. Distanca që ato lëvizin është mikroskopike, më pak se gjerësia e një floku njeriu. Por kur intensiteti rritet, kjo lëvizje bëhet gjithnjë e më ekstreme.
Në 150 decibel, niveli i një motori reaktiv në distancë prej disa metrash, molekulat fillojnë të lëvizin me shpejtësi që i afrohet shpejtësisë së zërit vetë. Kjo krijon një paradoks të çuditshëm. Valët zanore udhëtojnë përmes ajrit me shpejtësinë e zërit, por molekulat që bartin këto valë fillojnë të lëvizin pothuajse po aq shpejt. Është si të përpiqesh të vraposh në një tren që vetë po lëviz me shpejtësinë tënde të vrapimit. Çdo herë që përpiqeni të ecni përpara në një autobus në lëvizje, ju përjetoni këtë princip. Shpejtësia juaj relative ndaj tokës është shuma e shpejtësisë tuaj dhe shpejtësisë së autobusit. Por nëse autobusi ndalon papritur, ju vazhdoni të lëvizni përpara, sepse trupi juaj bart ende atë energji kinetike. E njëjta gjë ndodh me molekulat e ajrit në një valë zanore ekstreme. Në 200 decibel, diçka edhe më e çuditshme fillon të ndodhë. Presioni i ajrit ndryshon aq shpejt sa krijohen zona ku ajri bëhet pothuajse vakum, dhe zona ku ai kondensohet në një dendësi të ngjashme me lëngjet. Imagjinoni një lëng që valëzon në një godë. Kur e tunni butësisht, sipërfaqja lëkundet në valë të qeta. Por kur e tunni dhunshëm, lëngu fillon të formoj pika, të spërkat, të ndahet në pjesë. Ajri në një valë zanore prej 200 decibelësh sillet në të njëjtën mënyrë. Ai nuk është më një medium i vazhdueshëm, por një kaos i kontrolluar i zonave me presion të lartë dhe të ulët që ndërrojnë vende me shpejtësi marramendëse. Kjo është arsyeja pse në nivele të tilla, zëri nuk dëmton vetëm veshët, ai dëmton indet, shkatëron qelizat, shkrin strukturat biologjike. Kur hapni një shishe me pije të gazuar, dëgjoni një fishkëllim të vogël. Ajo është ajri që del me presion nga brenda shishes, duke krijuar një valë zanore të vogël. Por imagjinoni nëse presioni brenda shishes do të ishte 1 milion herë më i madh, fishkëllima do të ishte një shpërthim që do të shkatëronte gjithçka përreth. Kjo është diferenca midis një zëri normal dhe një zëri ekstrem, jo në lloj, por në shkallë. Por edhe në 200 decibel, jemi ende shumë larg kufirit absolut. Sepse shkalla e decibelit është logaritmike, çdo 10 decibel shtesë do të thotë 10 fish më shumë energji. Kjo do të thotë se për të arritur 300 decibel nga 200, nuk duhet të shtoni 100 njësi energjie, duhet të shumëzoni energjinë me 10 miliard. Dhe për të arritur 1000 decibel nga 300, duhet të shumëzoni energjinë me një numër që ka 70 zero pas tij. Është një numër aq i madh sa nuk ka kuptim në terma të përvojës njerëzore. Por universi nuk kufizohet nga imagjinata jonë. Tani imagjinoni se çfarë ndodh kur vazhdojmë të shtojmë energji. Në 500 decibel, valët zanore do të bartnin aq shumë energji sa do të mund të ionizojnë atomet e ajrit, do të shkulnin elektronet nga bërthama, duke krijuar një plazmë të nxehtë që do të shkëlqente si një yll. Në 700 decibel, energjia do të ishte aq e madhe sa do të fillonte të shkatërrojë vetë bërthamat atomike, duke i ndarë ato në pjesët përbërëse, protone, neutrone, kuarke. Në 900 decibel do të krijonin kushte të ngjashme me ato që ekzistonin në universin e hershëm, 1 trilionth të sekondës pas Big Bangut, kur temperatura ishte aq e lartë sa materia ekzistonte vetëm si një subkuarkesh dhe gluonesh. Çdo herë që ndizni një shkrepse, ju krijoni një shkëndij që arrin temperatura prej disa mijëra gradësh, mjaft për të ionizuar ajrin dhe për të krijuar një rrezë drite. Por ajo shkëndij zgjat vetëm një fraksion të vogël të sekondës dhe përmban shumë pak energji. Imagjinoni një shkëndij që nuk shuhet kurrë, që rritet gjithnjë e më shumë, që gëlltit gjithçka përreth. Kjo do të ishte një valë zanore në nivele ekstreme, jo një tingull, por një forcë që transformon materia vetë. Dhe pastaj, në 1100 decibel, arrim pragun. Pragun ku energjia e valës zanore bëhet aq e dendur sa hapësira koha nuk mund ta përballojë më. Por çfarë do të thotë kjo saktësisht? Si mund energjia të përkul hapësirën? Për ta kuptuar këtë, duhet të harrojmë për një moment idenë tonë intuitive të hapësirës si një zbrazëti e thjeshtë. Hapësira nuk është asgjë. Ajo është diçka, një strukturë dinamike që mund të përkulet, të dridhet, madje të griset. Kur Einsteini formuloi teorinë e relativitetit të përgjithshëm në vitin 1015, ai zbuloi se ajo që ne e quajmë gravitet nuk është një forcë që tërheq objektet drejt njëri tjetrit. Është një pasojë e përkuljes së hapësirës kohë nga prania e masës dhe energjisë. Imagjinoni një copë pëlhure të shtrirë horizontalisht, mbajtur nga 4 cepa. Kjo pëlhurë përfaqëson hapësirën kohë, strukturën tridimensionale plus kohën të universit. Tani vendosni një portokall në qendër të pëlhurës. Pesha e portokallit do ta përkul pëlhurën duke krijuar një grop të vogël.
Nëse tani rrokullisni një top golfi pranë portokallit, ai nuk do të lëvizë në një vit të drejtë, do të rrokulliset drejt gropës, duke ndjekur përkuljen e pëlhurës. Kjo është graviteti. Portokalli nuk tërheq topin e golfit. Ai thjesht përkul hapësirën përreth tij dhe topi ndjek atë përkulje. Çdo herë që hidhni një top në ajër, ai ndjek një hark, jo sepse toka e tërheq, por sepse toka ka përkulur hapësirën përreth saj dhe topi ndjek rrugën më të shkurtër përmes asaj hapësire të përkulur. Është si të ecësh në një dysheme që pjerret, nuk ke nevojë për një forcë që të shtyjë poshtë, thjesht ndiqni pjerësinë natyrore. Tani imagjinoni që vendosni diçka shumë më të rëndë në qendër të pëlhurës, një top bolulingi, për shembull. Gropa bëhet më e thellë. Nëse vendosni diçka edhe më të rëndë, një top qeliku, gropa bëhet aq e thellë sa pëlhura fillon të shtrëngohet, të dridhet nën peshë. Dhe nëse vazhdoni të shtoni peshë, në një moment të caktuar, pëlhura vetë do të griset. Do të krijohet një vrim, një pikë ku struktura e pëlhurës pushon së ekzistuari. Kjo është ajo që ndodh kur energjia bëhet ekstreme. Hapësira koha vetë arrin kufirin e saj të qëndrueshmërisë dhe kolapson. Por ka një detaj kritik këtu. Nuk është vetëm masa që përkul hapësirën, është çdo formë energjie. Sipas ekuacionit të famshëm të Einsteinit, e është e barabartë me më të shumëzuar me sa në katror, energjia dhe masa janë të shkëmbyeshme. Kjo do të thotë se një sasi e madhe energjie është ekuivalente me një sasi të caktuar mase. Dhe nëse kjo energji është e përqendruar në një hapësirë mjaft të vogël, ajo do të përkul hapësirën kohë saktësisht si një objekt masiv. Një valë zanore që bart energji ekstreme nuk është thjesht një lëkundje e ajrit, është një përqendrim i energjisë aq i dendur sa fillon të sillet si një objekt me masë. Dhe kur kjo masë efektive bëhet mjaft e madhe, ajo krijon një fushë gravitacionale. Çdo herë që ngrini një çantë të rëndë, ju ndjeni peshën e saj, forcën gravitacionale që toka ushtron mbi masën e çantës. Por ajo çantë gjithashtu ushtron një forcë gravitacionale mbi tokën, aq të vogël sa është e pamatur, por ekziston. Nëse çanta do të ishte aq e rëndë sa një mal, ju do të ndjeni tërheqjen e saj. Nëse do të ishte aq e rëndë sa një planet, ju do të orbitoni rreth saj. Dhe nëse do të ishte aq e rëndë sa një yll, ajo do të përkulte dritën që kalon pranë saj. Kjo është fuqia e masës dhe e energjisë. Në 1100 decibel, densitësia e energjisë së një vale zanore arrin një nivel ku përkulja e hapësirës kohë bëhet aq ekstreme sa krijohet një horizont ngjarjesh. Ky është një kufi imagjinar në hapësirë përtej të cilit asgjë nuk mund të shpëtojë, as materia, as drita, as informacioni. Çdo gjë që kalon këtë kufi tërhiqet në mënyrë të pashmangshme drejt qendrës, drejt singularitetit. Dhe në atë moment, valë zanore pushon së qeni valë. Ajo bëhet një vrim e zezë. Një objekt aq i dendur sa vetë koha ngadalsohet afër tij, derisa në sipërfaqen e horizontit të ngjarjeve, koha ndalon plotësisht, të paktën nga perspektiva e një vëzhguesi të largët. Por kjo nuk është thjesht një kuriozitet matematikor. Është një kufi fundamental i natyrës. Universi ka një mënyrë për të thënë, energjia nuk mund të përqendrohet pafundësisht. Pas një pike të caktuar, realiteti vetë duhet të ndryshojë për ta përmbajtur atë. Dhe ky ndryshim është formimi i një vrime të zezë, një rajon i hapësirës ku ligjet e zakonshme të fizikës pushojnë së funksionuari dhe hyjnë në fuqi ligje të reja, ligje që ende nuk i kuptojmë plotësisht. Zëri nuk është ajër që lëkundet. Është energji e pastër. Dhe kur energjia të i kalon çdo kufi të imagjinueshëm, ajo bëhet diçka që as nuk mund ta quajmë më zë, bëhet një forcë që transformon vetë strukturën e realitetit. Por historia nuk mbaron këtu. Sepse kur një valë zanore shndërrohet në vrim të zezë, ajo nuk zhduket thjesht. Ajo krijon një zinxhir pasojash që ndikon në gjithçka përreth saj dhe, në një kuptim më të thellë, në vetë natyrën e asaj që quajmë informacion. Për ta kuptuar këtë, duhet të shohim se si vrimet e zeza ndërveprojnë me universin përreth tyre. Një vrim e zezë nuk është një vrim në kuptimin e zakonshëm, nuk është një hapësirë bosh ku gjërat bien. Është një rajon i hapësirës ku graviteti është aq i fortë sa asgjë nuk mund të shpëtojë. Por jashtë horizontit të ngjarjeve, vrimet e zeza ushtrojnë një ndikim të fuqishëm në gjithçka përreth tyre. Imagjinoni një shkarkesë në një lavaman, uji rrotullohet rreth saj, duke u tërhequr gjithnjë e më afër qendrës. Objektet që bien në ujë fillojnë të rrotullohen gjithashtu, duke ndjekur rrjedhën e ujit. Sa më afër shkarkesës, aq më shpejt rrotullohen.
Dhe në një moment të caktuar, ata kalojnë një pikë ku nuk ka kthim, edhe nëse do të notonin me të gjithë forcën e tyre, rrjedha do t'i tërhiqte poshtë. Kjo është një analogji e thjeshtë e një vrime të zezë. Hapësira koha rrjedh drejt singularitetit dhe objektet që gjenden në atë rrjedh tërhiqen në mënyrë të pashmangshme. Çdo herë që shihni ujin të rrjedh në një lavaman, ju shihni një version në miniaturë të asaj që ndodh rreth një vrime të zezë. Uji nuk bie thjesht, ai rrotullohet duke krijuar një vorbull. Dhe në qendër të vorbullit ka një pikë ku presioni është aq i ulët sa ajri thithet poshtë, duke krijuar atë tingull karakteristik. Në një vrim të zezë, nuk është ajri që thithet, është vetë hapësira koha. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Në vitet 70 të shekullit të 20, fizikanti britanik Stephen Hawking zbuloi se vrimet e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato emitojnë një formë shumë të dobët rrezatimi, të quajtur tani rrezatim Hawking, për shkak të efekteve kuantike pranë horizontit të ngjarjeve. Kjo do të thotë se vrimet e zeza, shumë ngadalë, avullojnë duke humbur masë me kalimin e kohës. Për një vrim të zezë të madhe, ky proces zgjat triliona vite. Por për një vrim të zezë mikroskopike, si ajo që do të krijojë nga një valë zanore prej 1100 decibelësh, procesi do të ishte shumë më i shpejtë. Imagjinoni një copë akulli në një ditë të nxehtë vere. Në fillim, ajo është e fortë, e ngurtë. Por ngadalë, molekulat në sipërfaqe fillojnë të fitojnë energji nga ajri i nxehtë përreth dhe të shpëtojnë, akulli shkrihet. Sa më e vogël copë akulli, aq më shpejt shkrihet, sepse ka më shumë sipërfaqe relative në krahasim me vëllimin. E njëjta gjë ndodh me vrimet e zeza, sa më të vogla, aq më shpejt avullojnë. Një vrim e zezë e krijuar nga një valë zanore prej 1100 decibelësh do të ishte aq e vogël sa do të ekzistonte vetëm për një fraksion mikroskopik të sekondës, ndoshta 1/3 të trilionthit të sekondës. Dhe pastaj do të shpërthente në një shpërthim energjie duke lëshuar të gjithë energjinë që kishte gëlltitur, plus energjinë e masës së saj vetë, sipas e është e barabartë me më të shumëzuar me sa në katror. Ky shpërthim do të ishte aq i fuqishëm sa do të krijonte një valë të re energjie, ndoshta edhe valë të reja zanore, nëse do të kishte ende ajër për t'u përhapur përmes tij. Do të ishte një cikël i çuditshëm, zëri krijon vrim të zezë, vrim e zezë shpërthen, shpërthimi krijon zë të ri. Çdo herë që shihni fishek zjarre në qiell, ju shihni një version të vogël të këtij cikli. Energjia kimike shndërrohet në dritë dhe zë, duke krijuar një shfaqje spektakolare. Por imagjinoni fishek zjarre aq të fuqishëm sa do të ndriçonin gjithë qiellin, do të dëgjoheshin në kontinent tjetër, do të krijonin valë goditëse që do të rrafshnin qytete. Kjo do të ishte shkalla e një shpërthimi të një vrime të zezë mikroskopike. Por ka një pyetje edhe më të thellë këtu. Çfarë ndodh me informacionin që bie në një vrim të zezë? Ky është një nga problemet më të mëdha të pazgjidhura në fizikën moderne, paradoksi i informacionit të vrimës së zezë. Sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të shkatërohet kurrë, ai mund të transformohet, të shpërndahet, por jo të zhduket plotësisht. Por nëse diçka bie në një vrim të zezë dhe kalon horizontin e ngjarjeve, ajo duket se zhduket nga universi. Ku shkon informacioni? A shkatërohet ai duke shkelur ligjet e mekanikës kuantike? Apo ruhet diku, në një formë që ne ende nuk e kuptojmë? Çdo herë që fshini një skedar nga kompjuteri juaj, ju mendoni se ai është zhdukur. Por në realitet, informacioni është ende atje, në nivelin e biteve magnetike në disk. Vetëm lidhja me atë informacion është hequr. Me mjete të specializuara, ai mund të rikuperohet. Por çfarë ndodh kur informacioni bie në një vrim të zezë? A ekziston një disk i fshehur diku ku ai ruhet? Apo vërtet zhduket? Disa fizikanë besojnë se informacioni kodifikohet në sipërfaqen e horizontit të ngjarjeve, në një strukturë dydimensionale që përshkruan gjithçka që ka rënë në vrim. Kjo ide quhet parimi holografik dhe sugjeron se universi ynë tredimensional mund të jetë në fakt një projekcion i informacionit të kodifikuar në një sipërfaqe dydimensionale. Është një ide e çuditshme, pothuajse mistike, por matematika e saj funksionon. Dhe nëse është e vërtet, do të thotë se çdo gjë që ekziston, çdo atom, çdo yll, çdo mendim në kokën tuaj, është në fakt një hologram i krijuar nga informacioni i kodifikuar në kufit e universit. Imagjinoni një hologram në një kartë krediti. Kur e shikoni nga kënd të ndryshme, shihni një imazh tridimensional, por në realitet, të gjithë informacioni është i kodifikuar në një sipërfaqe të sheshtë dydimensionale.
Sipas parimit holografik, universi ynë funksionon në të njëjtën mënyrë. Ajo që ne përjetojmë si realitet tridimensional është në fakt një projekcion i informacionit të kodifikuar në një sipërfaqe të largët. Dhe kjo na çon në një realizim të çuditshëm. Nëse një valë zanore prej 1100 decibelësh krijon një vrim të zezë, ajo nuk shkatëron thjesht materia, ajo transformon informacionin. Çdo molekul ajri që bie në atë vrim, çdo foton drite, çdo grimc energjie, bart informacion për pozicionin e saj, shpejtësinë, gjendjen kuantike. Dhe kur bie në vrim, ky informacion duhet të shkojë diku. Ndoshta ai kodifikohet në horizontin e ngjarjeve. Ndoshta ai emetohet përsëri përmes rrezatimit Hawking. Ndoshta ai shpërndahet në strukturën e hapësirës kohë vet, duke u bërë pjesë e një rrjeti kozmik informacioni që lidh çdo pikë të universit me çdo pikë tjetër. Çdo herë që flisni, ju krijoni informacion. Çdo fjalë që shqiptoni bart kuptim, një model të caktuar tinguish që truri i dikujt tjetër mund ta deshifrojë. Por ky informacion nuk zhduket kurrë plotësisht. Valët zanore që krijoni përhapen përmes ajrit, dridhin dritare, lëvizin pluhur, krijojnë ndryshime të vogla në presionin atmosferik. Këto ndryshime, edhe pse bëhen gjithnjë më të vogla, nuk zhduken kurrë plotësisht, ato shpërndahen, transformohen, por informacioni që bartin vazhdon të ekzistojë në një formë apo tjetrën. Dhe kjo na sjell në një pyetje filozofike. Nëse informacioni nuk mund të shkatërohet kurrë, a do të thotë kjo se çdo gjë që ka ndodhur ndonjëherë, çdo fjalë e thënë, çdo mendim i menduar, çdo moment i jetuar, vazhdon të ekzistojë diku në univers? A është universi një arkiv i pafundëm i çdo ngjarjeje që ka ndodhur ndonjëherë? Dhe nëse është, a mund të aksesojmë atë arkiv? A mund të lexojmë të kaluarën duke deshifruar informacionin e kodifikuar në strukturën e hapësirës kohë? Këto janë pyetje që shkenca ende nuk mund t'i përgjigjet plotësisht. Por ato na tregojnë diçka të thellë për natyrën e realitetit. Universi nuk është një koleksion i thjesht objektesh që lëvizin përmes hapësirës. Është një rrjet kompleks informacioni, energjie dhe strukture, ku çdo gjë është e lidhur me çdo gjë tjetër, ku çdo ngjarje lë një gjurmë të përhershme, ku asgjë nuk zhduket vërtet, por vetëm transformohet. Zëri nuk është ajër që lëkundet. Është informacion i kodifikuar në energji. Dhe kur energjia arrin kufirin e saj absolut, informacioni vetë duhet të transformohet, të kalojë në një gjendje të re, një formë të re ekzistence që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është mësimi më i thellë i kësaj historie. Që universi ka kufi, jo sepse është i kufizuar, por sepse është i strukturuar. Që ligjet e fizikës nuk janë kufizime arbitrare, por pasojat të natyrës së realitetit vetë. Që çdo gjë që ekziston, nga përshpërima më e butë deri te shpërthimi më i fuqishëm, është pjesë e një tërësie të vetme, të lidhur, ku çdo pjesë pasqyron të tërën. Dhe që kur arrijmë kufit e kësaj tërësie, ne nuk gjejmë një mur, por një derë që hapet drejt një kuptimi më të thellë të asaj që do të thotë të ekzistosh në këtë univers të çuditshëm, të bukur, të pafundëm kompleks. Çdo ligj i universit është një urë e fshehur midis botës që shihni dhe botës që nuk mund ta imagjinoni. Kur prekni një sipërfaqe të nxehtë dhe dora juaj tërhiqet menjëherë, trupi juaj po zbaton të njëjtin ligj që mban yjet të ndezur për miliarda vjet, transferimin e energjisë nga një sistem në tjetrin. Kur hidhni një gur në ujë dhe shihni valët që përhapen në radhë përgjithmonë më të mëdhenj, po shihni të njëjtën gjeometri që përshkruan se si një valë zanore përhapet përmes ajrit, se si drita udhëton përmes vakumit, se si vetë hapësira dridhet kur dy vrim të zeza përplasen. Universi nuk ka rregulla të veçanta për gjëra të vogla dhe të mëdha, për të zakontshmen dhe të jashtëzakontshmen. Ai ka një alfabet të vetëm dhe me të shkruan gjithçka, nga rrahja e zemrës suaj deri te lindja e galaktikave. Ne folëm për zërin që shkatëron hapësirën. Por tani shihni se ajo shkatërim nuk është kaos, është transformim. Është universi duke treguar se çdo gjë ka një kufi dhe përtej atij kufiri, realiteti nuk zhduket, ai bëhet diçka tjetër. Kthehuni te ajo valë zanore që filloi si një përshpërim. Ne e ndoqëm atë ndërsa u rrit nga disa 10 decibel në 1100, nga një lëkundje e butë e ajrit në një singularitet gravitacional. Por ajo udhëtim nuk ishte vetëm një rritje e fuqisë, ishte një transformim i natyrës. Në fillim, valë ishte mekanike, molekula godisnin molekula. Pastaj u bë termike, energjia u shndërrua në nxehtësi, duke shpërbërë lidhjet kimike. Pastaj u bë bërthamore, atomet u bashkuan, duke çliruar energjinë që ndes yjet.
Pastaj u bë kuantike, grimca virtuale u bën reale duke lindur nga vakumi. Dhe më në fund u bë gravitacionale, hapësira vet u përkul, u shtrembërua, u thye. Çdo fazë e këtij transformimi ndjek të njëjtin model që shihni çdo ditë. Kur ngroni ujë në një tenxhere, fillimisht ai thjesht bëhet më i nxehtë, energji termike. Pastaj fillon të vlojë, energjia krijon lëvizje. Pastaj avullon, materia ndryshon gjendje. Çdo fazë është një prag, një pikë ku natyra e sistemit ndryshon. Universi funksionon me praga. Dhe kufiri i 1100 decibelëve është thjesht një prag tjetër, më dramatik, më ekstrem, por i së njëjtës natyrë me pragjet që hasni çdo ditë. Tani shikoni përtej zërit. Shikoni modelin. Çdo herë që energjia grumbullohet në një hapësirë të vogël, diçka ndryshon. Kur shtypni një sust, energjia grumbullohet në spiralet e metalit dhe kur e lëshoni, ajo energji çlirohet si lëvizje. Kur ngarkoni një bateri, energjia grumbullohet në lidhje kimike dhe kur e përdorni, ajo energji çlirohet si rrymë elektrike. Kur një rreth uje grumbullon ngarkesa elektrike, energjia grumbullohet në fushën elektrike dhe kur diferenca bëhet shumë e madhe, ajo çlirohet si rrufeja. Çdo sistem ka një kapacitet. Çdo sistem ka një prag përtej të cilit ai nuk mund të mbajë më energjinë dhe duhet ta transformojë atë në diçka tjetër. Hapësira koha nuk është ndryshe. Ajo mund të përkulet, mund të shtrembërohet, mund të mbajë sasi të mëdha energjie, por vetëm deri në një pikë. Dhe ajo pikë, për një valë zanore, është 1100 decibel. Përtej saj, hapësira nuk mund të mbajë më energjinë si valë, ajo duhet ta transformojë atë në singularitet. Ky model përsëritet në çdo shkallë të universit. Në nivelin kuantik, kur një elektron thith energji, ai kërcen në një orbital më të lartë, por vetëm deri në një pikë. Nëse energjia është shumë e madhe, elektroni shpërthen larg nga atomi. Në nivelin atomik, kur një bërtham grumbullon shumë protone, forca elektrike e shtyrjes bëhet aq e madhe sa bërtham bëhet e paqëndrueshme dhe zbërthen. Në nivelin yjor, kur një yll grumbullon shumë masë, presioni në qendër bëhet aq i madh sa fillojnë reaksione bërthamore të reja, deri në pikën ku asnjë reaksion nuk mund të prodhojë më energji dhe ylli kollapson. Në nivelin galaktik, kur materia bie në një vrim të zezë, ajo përshpejtohet në shpejtësi afër dritës duke nxehur në miliona gradë dhe duke rrezatuar energji, deri në pikën ku kalon horizontin e ngjarjeve dhe zhduket nga universi i dukshëm. Çdo sistem ka një kufi. Çdo sistem transformohet kur arrin atë kufi. Dhe ky transformim nuk është dështim, është mënyra se si universi rinovohet, si ai krijon kompleksitet, si ai kalon nga një gjendje në tjetrën. Kur një fëmijë mëson të ecë, ai bie 10 herë. Çdo rënje është një prag, një moment ku trupi nuk mund të mbajë më ekuilibrin dhe duhet të transformojë lëvizjen në rënje. Por çdo rënje mëson trurin se si të rregullojë muskujt më mirë, se si të parashikojë lëvizjen, se si të kalojë pragun pa rënë. Universi mëson në të njëjtën mënyrë. Çdo yll që kollapson mëson universin se si të krijojë elemente të reja. Çdo vrim e zezë që formohet mëson universin se si të përqendrojë energjinë në hapësira gjithnjë e më të vogla. Çdo valë zanore që arrin kufirin e saj mëson universin se ku janë kufit e mundshmes. Dhe ne, duke studiuar këto kufi, mësojmë se si funksionon universi, jo vetëm në ekstreme, por kudo. Kthehuni te ajo formulë që e përmendëm më parë, është e barabartë me më herë sa në katror. Energjia është e barabartë me masën e shumëzuar me shpejtësinë e dritës në katror. Kjo formulë, e shkruar nga Einsteini në vitin 1905, na tregon se energjia dhe masa janë të ndërshkëmbyeshme. Ato janë dy forma të së njëjtës gjëje. Kur një valë zanore bart energji, ajo bart edhe masë, një masë aq e vogël sa është e pamatur në kushte normale, por një masë reale megjithatë. Dhe kur ajo energji bëhet aq e madhe sa masa efektive e valës, krijon një fushë gravitacionale të mjaftueshme për të formuar një horizont ngjarjesh, valë transformohet në vrim të zezë. Por ky transformim nuk është unik për zërin. Ai ndodh çdo herë që energjia grumbullohet mjaftueshëm. Kur dielli shkëlqen, ai shndërron masë në energji, 4 milion ton masë çdo sekond, të shndërruara në dritë sipas së njëjtës formulë. Kur një bombë bërthamore shpërthen, ajo shndërron masë në energji, një sasi e vogël mase, por energji e jashtëzakonshme. Kur një grimcë dhe një antigrimcë përplasen, ato shkatërrojnë njëra tjetrën plotësisht, duke u shndërruar në energji të pastër.
Dhe kur energjia grumbullohet përsëri, ajo mund të krijojë masë, grimca të reja, atome të reja, yje të rinj. Universi është një makinë e përjetshme e transformimit. Asgjë nuk krijohet, asgjë nuk shkatërohet, gjithçka vetëm ndryshon formë. Kur pini një gotë ujë, molekulat e ujit hyjnë në trupin tuaj, përthithen në qeliza, përdoren për të ndërtuar proteine, për të transportuar oksigjen, për të rregulluar temperaturën. Disa nga ato molekula do të qëndrojnë në trupin tuaj për ditë, disa për orë, disa për minuta. Dhe pastaj do të largohen përmes frymëmarrjes, djersitjes, urinimit dhe do të kthehen në botë, ku do të bëhen pjesë e një lumi, një reje, një bime, një tjetër njeriu. Atomet që përbëjnë trupin tuaj sot nuk janë të njëjtat atome që ishin atje një vit më parë. Ju jeni një model i qëndrueshëm i krijuar nga materie që rrjedh vazhdimisht. Në të njëjtën mënyrë, universi është një model i qëndrueshëm i krijuar nga energji që transformohet vazhdimisht. Yjet lindin, shkëlqejnë, vdesin, por energjia e tyre nuk zhduket. Ajo bëhet dritë, bëhet nxehtësi, bëhet elemente të reja, bëhet planete, bëhet jetë. Vrimet e zeza gëlltitën materien, por edhe ato rrezatojnë energji, ngadalë, përmes një procesi kuantik të quajtur rrezatim Hawking. Asgjë nuk është e përjetshme, por asgjë nuk humbet. Gjithçka transformohet. Dhe kjo na çon te pyetja më e thellë. Nëse gjithçka transformohet, nëse asgjë nuk është absolute përveç ligjeve që qeverisin transformimin, atëherë çfarë jemi ne? Çfarë do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme në një univers të transformimeve të pafundme? Një përgjigje është se ne jemi dëshmitar. Ne jemi pjesa e universit që ka evoluar mjaftueshëm për të kuptuar veten. Atomet që përbëjnë trurin tuaj u krijuan në yje që vdiqën miliarda vjet më parë. Ato atome udhëtuan përmes hapësirës, u bën pjesë e një reje gazi, u kondensuan në diellin dhe planetet, u bën pjesë e tokës, u përthitën nga bimët, u hëngrën nga kafshët, u trashëguan nga stërgjyshërit tuaj dhe më në fund u bën ju. Dhe tani, ato atome, të organizuara në një strukturë të quajtur tru, po mendojnë për veten e tyre. Po pyesin se si u krijuan. Po përpiqen të kuptojnë ligjet që i sollën në ekzistencë. Kjo është një nga gjërat më të jashtëzakonshme në univers, se materia mund të organizohet në një mënyrë që i lejon asaj të reflektojë mbi veten. Por ka edhe një përgjigje tjetër, më personale. Ne jemi krijues. Çdo herë që flisni, ju krijoni valë zanore, valë që bartën jo vetëm energji, por edhe kuptim. Çdo herë që shkruani, ju krijoni modele të simboleve që bartën ide. Çdo herë që ndërtoni, ju transformoni materien nga një formë në tjetrën, duke krijuar struktura që nuk do të ekzistonin natyrshëm. Çdo herë që mendoni një ide të re, ju riorganizoni lidhjet në trurin tuaj, duke krijuar modele të reja të aktivitetit nervor. Ju jeni një makinë transformimi, ashtu si universi. Dhe transformimet që krijoni, edhe pse të vogla në shkallë kozmike, janë reale. Ato ndryshojnë botën. Ato ndryshojnë njerëzit e tjerë. Ato ndryshojnë të ardhmen. Kur një mësues shpjegon një koncept dhe një nxënës e kupton, ka ndodhur një transformim, energjia e zërit u shndërrua në valë zanore, valët zanore u shndërruan në impuls nervor, impulset nervore u shndërruan në aktivitet të trurit, dhe aktiviteti i trurit krijoi një strukturë të re të njohurive. Ajo strukturë do të ndikojë në vendimet që nxënësi merr, në veprimet që ai kryen, në jetën që ai jeton. Një valë zanore, e vogël dhe e përkohshme, krijoi një ndryshim të përhershëm. Kjo është fuqia e transformimit. Kjo është arsyeja pse studiojmë ekstremet, jo sepse dëshirojmë t'i krijojmë ato, por sepse duke i kuptuar ato, kuptojmë parimet që qeverisin gjithçka. Kur kuptojmë se si një valë zanore mund të krijojë një vrim të zezë, ne kuptojmë se si energjia dhe hapësira ndërveprojnë. Kur kuptojmë se si një yll kollapson, ne kuptojmë se si materia sillet në presion ekstrem. Kur kuptojmë se si grimcat virtuale bëhen reale, ne kuptojmë se si vakumi nuk është bosh. Dhe çdo njohuri e tillë na jep një mjet të ri për të kuptuar botën rreth nesh, jo vetëm botën egzotike të vrimave të zeza dhe singulariteteve, por botën e përditshme të zërave, dritës, nxehtësisë, lëvizjes. Sepse të gjitha këto fenomene ndjekin të njëjtat ligje. Të gjitha janë shprehje të të njëjtave parimeve. Të gjitha janë pjesë e të njëjtit universi. Dhe kështu, kur pyesim çfarë ndodh në 1100 decibel, përgjigja nuk është vetëm krijohet një vrim e zezë. Përgjigja është universi na tregon se çdo gjë ka një kufi, dhe përtej atij kufiri, transformimi është i pashmangshëm.
Përgjigja është ligjet që qeverisin një përshpërim janë të njëjtat ligje që qeverisin lindjen e një singulariteti. Përgjigja është ne jemi pjesë e një realiteti ku gjithçka është e lidhur, ku çdo veprim ka pasoja, ku çdo energji transformohet por nuk zhduket kurrë. Dhe ndoshta, përgjigja më e thellë është kjo: universi nuk është një vend ku gjërat thjesht ndodhin. Ai është një vend ku gjërat bëhen. Ku energjia bëhet masë. Ku masa bëhet energji. Ku hapësira bëhet kohë. Ku koha bëhet hapësirë. Ku zëri bëhet singularitet. Ku singulariteti, ndoshta, bëhet diçka tjetër që ne ende nuk e kuptojmë. Zëri nuk është ajër që lëkundet. Është energji. Dhe energjia, kur grumbullohet mjaftueshëm, nuk është më energji, ajo bëhet strukturë, bëhet gjeometri, bëhet vetë struktura e realitetit. Çdo herë që dëgjoni një zë, ju dëgjoni një version të vogël të forcës që krijon dhe shkatëron bota. Çdo herë që flisni, ju çlironi një version të vogël të energjisë që në ekstrem mund të thyej hapësirën. Ju jeni të lidhur me ekstremet e universit jo përmes distancës, por përmes ligjeve. Të njëjtat ligje që lejojnë një fëmijë të qesh, lejojnë një vrim të zezë të formojë. Të njëjtat ligje që lejojnë një këngë të prek zemrën, lejojnë një valë zanore të shkatërrojë realitetin. Dhe kjo lidhje nuk është abstrakte, ajo është thelbësore. Ajo është ajo që ju bën pjesë të universit, jo vetëm banor të tij. Dhe kështu, ndërsa qëndroni këtu, duke dëgjuar këto fjalë, duke menduar për këto ide, pyesni veten, çfarë transformimesh po krijoni ju? Çfarë energjie po çlironi në botë? Çfarë valësh po dërgoni përmes hapësirës që do të prekin të tjerët, që do të ndryshojnë diçka, që do të lënë një gjurmë, edhe nëse ajo gjurmë është e vogël, edhe nëse ajo nuk do të krijojë kurrë një vrim të zezë, por ndoshta do të krijojë një ide, një ndjenjë, një kuptim? Sepse në fund, kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të krijuar singularitete, por aftësia për të krijuar kuptim. Dhe kuptimi, në mënyrën e vet, është po aq i fuqishëm sa çdo forcë në univers. Sepse ai transformon jo vetëm materien, por edhe vetdijen. Dhe vetdia, ndoshta, është transformimi më i jashtëzakonshëm i të gjithëve. Dhe tani, kthehuni te ajo valë zanore që filloi si një përshpërim. Kur e takuam për herë të parë, ajo ishte thjesht ajër që lëkundej, diçka aq e zakonshme sa e harroni çdo sekondë. Por tani, pas këtij udhëtimi përmes shkallëve të energjisë, përmes transformimeve që çojnë nga e zakonshme te e pakonceptueshme, e shihni ndryshe. E shihni si atë që është në të vërtetë, një shprehje të ligjeve që qeverisin gjithçka, nga rrahja e zemrës suaj deri te lindja e vrimave të zeza. Ajo përshpërim nuk ishte e vogël sepse ishte e parëndësishme, ajo ishte e vogël sepse universi, në mëshirën e tij, e mbajti energjinë në ekuilibër. Por nëse do të mund ta shtypnit atë energji, ta grumbullonit, ta përqendronit përtej çdo kufiri natyror, ajo do të bëhej diçka që shkenca mezi mund ta emërtojë, një pikë ku realiteti pushon së qeni realitet dhe bëhet diçka tjetër. Diçka që fshihet përtej horizontit të ngjarjeve, përtej kufirit të njohjes, përtej asaj që fjala e ekzistencë mund të përshkruajë. Por çfarë na tregon kjo për natyrën e gjërave? Çfarë na tregon për universin që banojmë, për ligjet që na qeverisin, për kufirin midis asaj që është dhe asaj që nuk mund të jetë? Ndoshta na tregon se universi nuk është një skenë e palvizshme ku ngjarjet ndodhin, ai është një pëlhurë e gjallë që përgjigjet ndaj çdo veprimi, që përkulet nën çdo peshë, që transformohet nën çdo presion. Çdo herë që lëvizni, ju shtypni hapësirën rreth jush, një shtypje aq e vogël sa asnjë instrument nuk mund ta matë, por reale megjithatë. Çdo herë që mendoni, elektrona lëvizin përmes sinapseve në trurin tuaj, duke krijuar fusha elektrike mikroskopike që ndërveprojnë me fushat e atomeve përreth. Ju nuk jeni të ndarë nga universi, ju jeni një valë në oqeanin e tij, një model që lind, ekziston për një moment dhe pastaj tretet përsëri në tërësinë nga e cila erdhi. Dhe ajo valë, ajo model, ajo ekzistencë e përkohshme, ajo është e mjaftueshme. Ajo është mrekullia. Sepse shikoni se çfarë kërkon universi për të krijuar një vrim të zezë nga zëri. Ai kërkon 1100 decibel, një nivel energjie aq i madh sa e gjithë energjia e çliruar nga dielli në një sekond do të duhej të grumbullohej në një hapësirë më të vogël se një atom. Ai kërkon që ligjet e termodinamikës, të mekanikës kuantike, të relativitetit të përgjithshëm, të gjitha këto ligje që zakonisht funksionojnë në harmoni, të shtrihen deri në pikën e thyrjes. Ai kërkon që vetë struktura e hapësirës kohës, ajo pëlhurë e padukshme që mban gjithçka, të kolapsojë në vetvete. Universi nuk e bën këtë lehtë.
Ai nuk e bën këtë aksidentalisht. Ai ka ndërtuar mbrojtje, kufi, praga që duhen kaluar, dhe çdo prag është një testament i qëndrueshmërisë së realitetit, i aftësisë së tij për të mbajtur formën edhe në presionin më ekstrem. Deri në momentin kur nuk mund më. Dhe atëherë, transformimi është i menjëhershëm, absolut, i pakthyeshëm. A nuk është kjo e njëjta me jetën tuaj? Sa shpesh mbani peshën e ditëve, të përgjegjësive, të emocioneve, duke menduar se mund të mbani gjithmonë? Dhe pastaj vjen momenti, një fjalë, një ngjarje, një realizim, dhe diçka brenda jush transformohet. Jo sepse jeni të dobët, por sepse keni arritur kufirin tuaj, pragun përtej të cilit nuk mund të qëndroni të njëjtë. Dhe ajo transformim, edhe pse i dhimbshëm, është i nevojshëm. Sepse pa transformim nuk ka rritje. Pa thyrje nuk ka rilindje. Universi e di këtë. Ai e ka shkruar në çdo ligj, në çdo ekuacion, në çdo fenomen që studiojmë. Asgjë nuk qëndron e njëjtë për gjithmonë. Gjithçka, kur shtyhet mjaftueshëm, bëhet diçka tjetër. Por këtu është thelbi, ajo transformim nuk është fund. Kur një valë zanore bëhet vrimë e zezë, ajo nuk zhduket, ajo vazhdon të ekzistojë, por në një formë që ne nuk mund ta perceptojmë më. Ajo kalon përtej horizontit të ngjarjeve, përtej kufirit të dritës, përtej asaj që instrumentet tona mund të matin. Por sipas ligjeve të fizikës, informacioni nuk humbet kurrë. Ai transformohet, kodifikohet, ruhet, ndoshta në mënyra që ne ende nuk i kuptojmë. Kur dikush që doni vdes, trupi i tyre kthehet në tokë, por atomet që i përbënin atë trup nuk zhduken, ato bëhen pjesë e bimëve, e kafshëve, e ajrit që thithni. Dhe kujtimi i tyre, ndikimi i tyre në jetën tuaj, mendimet që ngjallen, dashuria që ndan, ato gjëra nuk janë materiale, por janë reale. Ato janë modele të krijuara në trurin tuaj, në zemrën tuaj, në mënyrën se si shihni botën. Dhe ato modele vazhdojnë, transformohen, kalojnë të tjerët. Asgjë nuk humbet. Gjithçka transformohet. Çfarë do të thotë, atëherë, të jetosh në një univers ku gjithçka ka një kufi, por asgjë nuk përfundon vërtet? Çfarë do të thotë të dish se çdo energji që çlironi, çdo fjalë që thoni, çdo veprim që kryeni, të gjitha këto lënë një gjurmë, krijojnë një valë që përhapet përmes pëlhurës së realitetit, duke ndikuar gjëra që nuk do t'i shihni kurrë, njerëz që nuk do t'i takoni kurrë, të ardhmja që nuk do ta jetoni kurrë? Ndoshta do të thotë se përgjegjësia është më e madhe se sa mendonim. Ndoshta do të thotë se kuptimi nuk gjendet në përjetësim, por në momentin, në atë çast kur zgjidhni të flisni me dashuri në vend të urrëties, të krijoni në vend të shkatërimit, të lidheni në vend të ndarjes. Sepse ato zgjedhje, edhe pse të vogla, janë transformime. Dhe transformimet, siç e kemi parë, janë forca më e fuqishme në univers. A është e mundur që vetë universi të jetë një transformim i pafund? Që ajo që quajmë fillim Big Bangu, të mos ketë qenë një krijim nga hiçi, por një transformim nga diçka tjetër? Që ajo që quajmë fund, vdekja termike e universit, kur të gjitha yjet shuhen dhe të gjitha vrimet e zeza avullojnë, të mos jetë një zhdukje, por një transformim në një gjendje që ne nuk mund ta imagjinojmë? Fizika moderne flet për cikle kozmike, për universia që lindin nga kolapsi i universive të mëparshëm, për dimensione të fshehura ku ligjet mund të jenë krejtësisht të ndryshme. Ajo flet për mundësinë që realiteti që njohim të jetë vetëm një shtresë e një strukture shumë më të madhe, shumë më komplekse. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë çdo pyetje që bëjmë, çdo përpjekje për të kuptuar, për të matur, për të shpjeguar, është një hap drejt zbulimit të asaj strukture. Jo për ta kontrolluar atë, por për ta njohur. Jo për ta pushtuar, por për t'u bërë pjesë e saj në mënyrë më të vetëdijshme. Kur një fëmijë pyet pse qielli është blu, ai nuk po kërkon vetëm një shpjegim shkencor për shpërndarjen rajleik të dritës. Ai po kërkon të kuptojë vendin e tij në botë, të dijë se si gjërat funksionojnë, të ndjejë se universi ka kuptim. Dhe kur ne, si të rritur, pyesim çfarë ndodh në 1100 decibel, ne po bëjmë të njëjtën gjë, po kërkojmë të kuptojmë kufijtë e realitetit, të dimë se deri ku mund të shkojnë gjërat, të ndjejmë se ekziston një rend, një strukturë, një grup rregullash që na mbajnë të gjithëve. Dhe përgjigja që marrim, se zëri mund të bëhet vrimë e zezë, se energjia mund të thyejë hapësirën, se ekzistojnë kufi absolut përtej të cilëve realiteti transformohet, ajo përgjigje nuk na bën më të vegjël. Ajo na bën më të lidhur. Sepse na tregon se ne jemi pjesë e diçkaje që është njëkohësisht e kufizuar dhe e pafundme, e kuptueshme dhe misterioze, e njohur dhe e panjohur përgjithmonë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mësimi më i thellë.
Se universi nuk është një enigmë për të zgjidhur, ai është një mister për të jetuar. Se çdo përgjigje që gjejmë hap dyert e pyetjeve të reja, më të thella, më të bukura. Se kufiri i 1100 decibelëve nuk është një mur që na ndalon, ai është një dritare që na tregon se sa më shumë ka përtej asaj që mund të shohim. Se çdo ligj që zbulojmë nuk na jep kontroll mbi natyrën, ai na jep respekt për të. Sepse sa më shumë mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Sa më thellë shikojmë, aq më shumë thellësi zbulojmë. Sa më shumë pyesim, aq më shumë pyetje lindin. Dhe kështu, ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, me atomet e yjeve të vdekur që përbëjnë trupin tuaj, me energjinë e diellit që rrjedh përmes damarëve tuaj, me vetdijen që lind nga miliarda vjet evolucioni, pyesni veten, çfarë do të bëni me këtë njohuri? Çfarë transformimi do të krijoni? Çfarë vale do të dërgoni përmes pëlhurës së realitetit? Sepse ju jeni, në mënyrën tuaj, një valë zanore, një model i energjisë që udhëton përmes kohës, duke prekur gjëra, duke ndryshuar gjëra, duke lënë një gjurmë. Dhe edhe pse nuk do të arrini kur 1100 decibel, edhe pse nuk do të krijoni kur një vrim të zezë, ju krijoni diçka po aq të jashtëzakonshme, ju krijoni kuptim. Ju krijoni lidhje. Ju krijoni dashuri, art, shkencë, bukuri, të vërtetë. Ju krijoni atë që e bën jetën të vlefshme. Zëri nuk është ajër që lëkundet. Është energji. Dhe energjia, kur grumbullohet mjaftueshëm, bëhet vetë struktura e realitetit. Por energjia, kur shpërndahet me dashje, me qëllim, me vetdije, ajo bëhet diçka edhe më e rrallë, ajo bëhet kuptim. Dhe kuptimi, në fund, është ajo që kërkon universi. Jo të krijohet, por të kuptohet. Jo të sundohet, por të përjetohet. Jo të mbyllet në ekuacione, por të hapet në mrekulli. Çdo herë që ndaleni për të dëgjuar një këngë, për të vëzhguar një perëndim dielli, për të prekur dorën e dikujt që doni, ju po bëni atë që universi ka pritur miliarda vjet, ju po e përjetoni veten. Ju po e ktheni energjinë në vetdije. Ju po e shndërroni materie në kuptim. Dhe në këtë shndërrim të pafund, në këtë valë që nuk pushon kurrë, në këtë transformim që vazhdon përtej çdo horizonti, ne gjejmë jo përgjigje, por diçka më të mirë. Gjejmë pyetje që na bëjnë gjallë. Gjejmë mister që na bën njerëz. Gjejmë bukuri që na bën të ndjejmë se jeta, me të gjitha kufitë e saj, me të gjitha transformimet e saj, me të gjithë paqëndrueshmërinë e saj, është një mrekulli që ja vlen të jetohet. Sepse në fund, çfarë është një mrekulli nëse jo diçka që nuk mund ta shpjegosh plotësisht, por që të prek thellë? Çfarë është një mister nëse jo një ftesë për të vazhduar kërkimin? Çfarë është një kufi nëse jo një kujtesë se përtej tij gjithmonë ka më shumë? Dhe kështu, valë vazhdon. Energjia transformohet. Universi zgjerohet. Yjet lindin dhe vdesin. Brimët e zeza gëlltitën dhe rrezatojnë. Dhe ne, këtu, në këtë cep të vogël të hapësirës kohës, vazhdojmë të pyesim, të mësojmë, të mrekullohemi. Jo sepse do të gjejmë ndonjëherë përgjigjen përfundimtare, por sepse vetë kërkimi është ajo që na bën të gjallë. Sepse çdo pyetje është një valë zanore që dërgojmë në univers. Dhe universi, në mënyrën e vet, gjithmonë përgjigjet, jo me përgjigje të plota, por me mister të rinj, me bukuri të re, me mundësi të reja. Dhe ajo, ndoshta, është gjëja më e bukur e të gjithave.